Udhtimi ynë nis aty ku qyteti ja lë vendi natyrës. Pas kalimit të Urës së Mesit, një prej monumenteve më të bukura të trashëgimisë son, rruga futet ngadalë në zemër të luginës së Kirit. Asfalti gjerpëron pranë lumit duke ndjekur çdo kthes të terrenit. Në njërin anë ngrihen shpatet të thepisura, ndërsa në tjetrën lumi i Kir rrjedh i kristalt, duke e krijuar një peizazh që ndryshon në çdo kilometër. Kjo është një rrugë që nuk të çon thjesht drejt një destinacioni, ajo është vetë pjesë e udhëtimit. Sa më shumë ecën, aq më shumë kupton se natyra këtu ka ruajtur identitetin e saj të egër, ndërsa dora e njeriut ka ditur të bashkëjetojë me të. Në të dy anët e rrugës shfaqen ngasra të vogla toke, të punuara me kujdes të admirueshëm. Janë parcela që duket sikur u janë rrëmbyer maleve me shumë mund e sakrifica. Çdo metër tokë është shfrytzuar, tarranca të mbështetura mbi mure guri, kopshte të gjelbëruara, pemishte, vreshta dhe arat me misër dëshmojnë për punën e palodhur të banorëve. Këtu toka nuk është dhurat. Ajo është fituar me djers, brez pas brezi. Çdo copëz e saj mban historinë e familjeve që kanë zgjedhur të mos largohen, por të jetojnë e të punojnë në vendin e të parëve. Rruga është asfaltuar dhe ndonse jo e gjerë, lejon lëvizjen e dy automjeteve duke e bërë udhëtimin të sigurt e komod. Çdo kthes zbulon një panoramë të re, aq sa shpesh lind dëshira të ndalosh vetëm për të soditur bukurinë që shtrihet përpara. Në këtë itinerar nuk mungojnë as zburimet e ftohta, shkëmbinjtë madhështor dhe gjelbërimi i dendur që shoqëron luginën gjatë gjithë rrugës. Ajri është i paskët, presia ndihet edhe në ditët më të nxehta të verës dhe zhurma e vetme që të shoqëron është ajo e lumit Kir. Pas rreth 20 kilometrash nga Shkodra, mbërim në Prekal, portën hyrëse të Dukagjinit. Një vend ku mikpritja është po aq e madhe sa dhe bukuria e natyrës. Për të gjithë teleshikuesit e emisionit Pusho Shqiptarçe, kësaj radhe kemi dalë nga udhimet ose guidat në zonat malore dhe jemi afruar disi më afër. Jemi sërish në një zonë malore, por jemi pranë luginës së Kirit në Prekal, aty ku fatkeqësisht përfundon asfalti dhe rrugë që e përfolur kaq shumë do të përfundojë një ditë ende nuk ka përfunduar. Megjithatë ne kemi shumë zona të bukura për treguar në distanca shumë të afërta për të gjithë ata që mendojnë që okay, nuk dua të bëj shumë kilometra për të shkuar në një vend të bukur. Dhe Prekalin e risjellim në vëmendjen e të gjithë teleshikuesve, një zonë ku fare mirë për rreth 20 apo 25 minuta mund të vihet këtu, rruga e asfaltuar dhe një infrastrukturë e thjesht pa shumë pretendime, por ajo që do gjeni këtu është një mrekulli. Ne kemi ndërmarrë një udhtim që do të ketë piknisje nga Prekali në të kundërtën, ku zakonisht kemi zgjedhur të nisemi nga Shkodra për të përfunduar te shpella e Zhylës. Kësaj radhe do ta nisim udhtimin nga Prekali për të mbërritur në Shkodër dhe do t'rregojmë ato mundësitë e pafundme që të gjithë vizitorët kanë teksa vinë në Prekal dhe shijojnë këtë vend. Këtë fshat turistik i lën disi në harres në vëmendjen e të gjithë pushuesve që dynden drejt zonave bregdetare. Por alternojeni edhe detin, mos e humbisni, por edhe në Prekal duhet të vini patjetër. 25 minuta me udhim për të ardhur deri këtu. Na ndiqni në këtë reportazh në intervistat e pafundme që do marrin, ku vetë pushuesit do t'japin opinionet e tyre. Na ndiqni. Pak minuta larg qendrës së Prekalit ndodhet shpella e Zhylës, një nga mrekullitë natyrore më pak të njohura të luginës së Kirit. E fshehur mes shkëmbinjve dhe gjelbërimit, ajo të befason me formacionet e saj gëlqerore, freskinë natyrore dhe atmosferën misterioze.
Nëse temperaturat jashtë janë përvëluese, ku dihet temperaturat e korrikut tashmë me zor, po i durojmë në ato zonat urbane atje në qytet mes betonit, këtu temperaturat në shpellën e Zhylës ulen me njëherë. Nëse ti do rrish më shumë se sa 2 minuta, me siguri do të kesh nevojë për të veshur një xhaket, se kaq shumë freskë është nëse vini deri këtu. Prandaj një nga sugjerimet tona, teksa vini në Prekal, ku shihoni banjot në diell, patjetër te shpella e Zhylës për të shijuar freskun në këtë shpellë kaq unikale, për nga forma e saj, freskia e saj dhe për më tepër një shpellë që ende nuk është eksploruar ashtu siç duhet, kuptohet për këtë nuk mjafton syri një vizitori, por syri i specialistit teksa eksploron pjesën ujore të kësaj shpelle. Edhe pse ende nuk është shfrytzuar plotësisht për turizëm, shpella e Zhylës mbetet një destinacion që zgjon kurreshtjen e çdo vizitori dhe pasuron ofertën turistike të kësaj zone të mrekullueshme. Nga freskia e shpellës së Zhylës do të shkojmë pranë një freskie tjetër, asaj që dhuron Prekal Park Camping, në qendër të fshatit. Këtu dora e njeriut ka bërë transformime mjaft të mira në harmoni me natyrën. Në Prekal takojmë pushues nga vende të ndryshme. Një familje nga Kosova ka zgjedhur të kalojë pak orë pranë Kirit, larg zhurmës dhe vapës së qyteteve. Pak kilometra u thuam, rreth 20 minuta nga qyteti i Shkodrës, edhe gjetëm këtë freskin këtu, se andej të përvelonte dhe lumi Kir shumë pak ujë kishte, por ama kur vim këtu gjejmë 2 tavolina, mjaft simpatike do thoja, këtu kemi një familje shqiptare dhe atje kemi një familje gjermane. E gjetëm zotërin duke folur gjermanisht, domethënë detajet e para dhe tham, shiko, del një skenar super i bukur, të marrim vesh se cila familje është tu dhe pastaj do shkojmë edhe tek familja tjetër nëse do arrim të bëjmë një intervistë. Një prezantim siç e do zakoni, zoti i shtëpisë thotë, un jam dhe më shoqëroj. Un jam Adnan Gashi. Dhe këtu jemi me Zojen? Nezmije Gashi. Nezmije Gashi. Janë edhe 2 djemë tuaj këtu. Kaq është familja juaj apo është më e madhe se kaq? Jo, është më e madhe. A më e madhe se kaq? Po, kemi edhe 3 vajza janë të rritura. Po i që keni marrë me vete këta të vegjlit, dhe thënë ndryshe këta janë goxha të rritur, po vajzat ku ndodhen? Vajzat ndodhen atje, 2 janë të martuara, edhe njëna të studiu. Ashtu, ju duke i qifë shumë i ri, tani po mendoj vajzat e martuara, mos më thoni jeni bërë gjyqe jo. Po. A, jeni bërë? Edhe dyshim apo. Kaq të rinj jeni bërë? Shumë ashtu, shumë i çuditshme domethënë. Si në lasteri. Po. Po pyesë për moshën, se tani do thonë e bëri kozeta gjendje civile situatën. Që ta marrin vesh ku jetoni ju? Na jetojmë në Hanover, në Gjermani, po punojmë atje, veprojmë, pitë natë ditës jenë atë. Prej në vitin 1992 atë keni shkuar. Po, kena dalë atëherë si refugjat nga ish regjimit. Jetojmë atje, jena adoptu, e vim pushimet i bojmë qofë në vendin tonë. Kur thoni vendin tuaj, e quani dhe Shqipërinë vendin tuaj. Pra toka am, ju thoni toka am, ë? Po normal, Shqipëria, Kosovë, Shqipëri. Është vërtet, ashtu dëshirojmë dhe ne jemi një. Ti ke propozuar për të ardhur këtu? Në Prekal sot apo? Jo, na kanë preferuar në Velipoj. Në Velipoj. Pra ju keni ardhur për pushimin në Velipoj, fillimisht, keni zgjedhur atje të qëndroni, por ditët që qëndroni atje, vini dhe vizitoni vendet që janë përreth. Për Prekalin kishit dëgjuar më përpara apo? Jo, sot për herë parë kemi dëgju, të pi kafën e mëngjesit edhe vendosëm. Kafën e mëngjesit në Velipoj. Ju tha dikush që shikoni Prekalin se është një zonë e bukur. Deshte me shku në Shkodër, me vizitu pak, se Rozafën, mesa jone ka dhe emnin Rozafa. A, sa bukur. Se kena vizitu mati Rozafën, e tash patëm qefë edhe herë me vizitu, po ai ka ma jere djallë quni ri, tha, është shumë zetë për me shku te Rozafa, kështu që tha. Ku ka në i lugin. Faktikisht në zedi ishte edhe këtej nga lugina, po këtu ama që ja freskët. Këtu freskët do në me hi pak në lëmë. A do e provoni, ë? Po, gjithsesi. Është i ftohtë. Zakonisht u banorët lanë nga ora 1-2, jo më herët. Na se kena me banor, na kena tonën. Ju keni orarin. Tu jeni mësuar me Gjermaninë, dëgjuam që 40 gradë temperatura në Gjermani. E vërtet kjo me temperaturë apo jo? Po, para pushimit ka qenë shumë nxehtë. Edhe janë ngarku edhe banorët e tjerë, se s'janë mësuar me pas sa të nxehtë. Po patjetër. Sidomos në Gjermaninë veriore. Edhe
Pam një simbol sikur semaforët kishin shkrirë nga i nxehti, ndoshta Po. ai nxehtë ka qenë 40 gradë temperatura në Gjermani. Po, disa edhe aty nga ku jetojmë, edhe autobani o bloku. Pi nxehtit shumë, apo ish autobani rruga kanë bloku totalisht. Okej. Imagjinoj edhe gjermanët përgjithsisht në shqiptarët jemi më të adaptuar me temperaturë, por gjermanë njerë do kenë plasur fare nga i nxehti, shumë nxehtë apo jo? Si e mësua ta ashtu. Atje kena kohën përgjithësi shi. Okej. Në Kosovë ju jeni pjesë e cilës zonë? Ju jeni ku banoni në Kosovë? Pjesës Dogaxhinit jena na. Për ndryshe rrethina Hasit. Quhet, po, nërmjet Gjakovësit Prizrenit, tirët Rogova e Hasit. Gjatë. Ju vini në Velipoj, pastaj pushimet ku do vijojnë? Jo, si vjetin arë në Velipoj, për ndryshe vizitojmë ka Shqipërinë, çdo vit diku tjetër. Domethënë vjet ku ishin në këtë kohë? Vjet jena kohën në Bosh. Në Bosh. Po. Okej, krahasoj pak Boshën me Velipojën, po nuk presit më lavdërosh Velipojën me që po të marrë unë intervistë. Domethënë si ishte Boshi me Velipojën, ku dallojnë? Jo, Bosh është një vend kur për pushim mund me bën njerë ma shumë pushim, ma relax, nuk ka shumë gjën. Velipoja është diçka ma... Më e mbi populluar me njerëz. Po, ma e ndin njerë vetën ma shumë në Velipoj Po si... të çmimet si u duk? Krahasimi Bosh Velipoj. Çmimet, më të thonë drejtën, dhe si njëjtë. Nashta si vjetin rritë çmimet këtu ma shumë. A këtu në Velipoj pak më shumë, Po, se kisha s'pedi. përshtypjen sa atje. Po, komenu unë atje që e në mashtrajt, amo vjemi me si vjemi në njëjtë të ja. Çfarë të bëri përshtypje që ishte e shtrenjtë në Velipoj? Më shumë. Po për neve na që punojmë edhe veprojmë jashtë, për shembull e kena këtë pushim 3 javë ditë tash, si këshyëm shumë çmimet. Për neve personalisht, a për vendorët ma merr mendje që më pak shtrajt. E kuptoj. E ke menduar ndonjëherë kthimin në Kosovë, zonja jo? Apo jo? Do kthehesh një ditë në Kosovë apo vështirë? Përfundimisht. Jo, s'besoj. Se njëherë i kem fëmin, masana i kem nipet mesët. Kështu që janë bërë ato lidhje kaq të forta sa mund të vim vetëm thjesht për vizitë. Ashtu? E kisha menduar që do shkoj dhe nuk do vijej një ditë? Jo, mendimi jam është hala më kthy. Ashtu, po debat në familje. Edhe e kena marrë shtëpinë atje, që herë do kur do më kthy. Shtëpia hapet një herë në vit apo një herë në 2 vjet, si hapet? Jo, në 2 vjet. Jo, çdo vit shkojmë gjithsesi, mas pak të një herë në vit. Ato dritare dhe ajroset një herë shtëpia mirë e mirë. Po, jo 2 herë në vit shkojmë, varet tash edhe për pushimeve që e kena. Okej. Amo 2 herë në vit, një herë në vit gjithsesi. Mendjen e ke për të kthyer, o do t'ja mbushësh mendje, o do t'ja mbushësh mendje, do ta ndanje. Komplet nashta jo, po Jo, okej. dikur ma vonë rrima gjatë këtu. Po, si thonë një herë në vit, pastaj 6 muaj atje, 6 muaj këtu, se kështu i bëjnë provat shqiptarët. Jo, mendimi është, nuk di. Si Na atëherë kemi kohë, nuk është momenti për ta menduar tani. Po na atëherë kena dalë, thoja me dhunë, i kellal shu vendin tonë. Po këta është rinjët që pa dalin jashtë, ata pa dalin piqefit. Piqefit nështë ajo, po punë financiare. Në atëherë s'një ka dut, në të dytën s'të ka dut shumë pore. Ako njëta shumë ma e thjesht, ma relax. Pra të pretendimin ekonomik që kemi ne sot. Po, sot Unë ju uroj jeta pushime shumë stresune. shumë të mbara, ta kaloni sa më mirë. Edhe turistët gjermanë kanë zbuluar tashmë këtë perlë të fshehur. Natyra e paprekur, uji kristal dhe qetësia janë arsye që i kanë sjellë deri këtu. Eine Familie, das ist Merle. Familja ime përbëhet nga Jens, Juta, Luis, Mele dhe Les. Ne kemi ardhur nga Gjermania këtu në Shqipëri. Vendin e kërkuam me Google Maps. Und das ist uns aufgefallen, weil das sehr, sehr schön ist. Është hera parë që vini këtu, apo keni ardhur dhe herë të tjera në Shqipëri? Ja, das allererste Mal, genau. Wir sind gestern... Vendin e kërkuam me Google Maps. U interesuam të shihnim përbjeshk dhe rastësisht na doli ky vend. Kemi ardhur dje nga Malizi dhe jemi interesuar ta shohim nga afër këtë vend. Kur hap Google Maps, çfarë e tërheq që zgjedh pikërisht të vend? Kërkuam mes 2 bjeshkve të vizitonim këtu.
ishim përthethin fillimisht, por në Google pam ca foto interesante të këtij vendi dhe erdhëm këtu. Auf Prekal gekommen und haben den Fluss gesehen und Bilder vom Fluss und haben gesagt, da wollen wir hin. Bukur. Tani do pyesim pak zotërin, këta udhtojnë gjithë si familje. Ja, also zu fünft geht es gerade noch. Makina me të cilën më udhëtojmë është pak e ngushtë për 5 veta, por zgjedhim 2 të flen lart dhe 3 poshtë. Sehr, sehr eng zusammen, die im Urlaub. Ka Shqipëria vende përshtatshme për ta vendosur këtë makinë? Also es ist schwer zu sagen. Është pak e vështirë të dalë në konkluzion, sepse sot është dita e parë që jemi në Shqipëri dhe nuk kemi hasur në ndonjë vështirësi. Lehtë kemi vendosur këtu. Wir sehen, wie es hier so ist. Paguajnë për makinën? Kanë paguar për makinën për vendin apo jo? Ja, Po kemi paguar dhe ka qenë çmimi i arsyeshëm sa vendosëm të so rrimë schön, dhe një bleibt man ditë noch tjetër. eine Nacht. Fëmijët në çfarë moshe i kanë marrë për herë të parë në udhime të tilla? Sa kanë qenë të vegjël fëmijët? Das ist schon ein bisschen länger her. Ich würde sagen, als die Kinder 2 waren, also ja, Që prej 10 vitesh udhëtojmë me familje. Është një udhëtim mjaft i mirë me makinë sepse ndalesh ku të duash dhe me çmime të lira. Po ashtu fëmijët duhet të mësojnë për një jetë sa më të thjeshtë dhe të lidhur me natyrën. Vajza vogël ka qenë 1 vit e gjysmë kur nisëm këto udhëtime në familje. Çdo vit ne ndryshojmë shtetet se ku lëvizim dhe duam t'ju tregojmë Europën. Die Kinder müssen lernen, damit zurechtzukommen, überall mal zu sein. Und das einfache Leben im Auto, das ist auch sehr schön. Turizmi po rritet nga viti në vit, bujtinat po mirëpresin gjithnjë dhe më shumë vizitorë, ndërsa banorët po investojnë me forcat e tyre për ta kthyer zonën në një destinacion të rëndësishëm të turizmit malor. Ne do pyesim fillimisht për emrat këta 2 fëmijët këtu të vegjël që janë motër edhe vlla. Sa vjeç je ti? 5 vjeç, po ti je shumë e gjatë në Kopësht, ke shkuar? Po. Po, dhe ti je vajza më e gjatë e Kopshtit, ë? Po emri si e ke ti? Ajla. Ajla, dhe ky është vëllai i jot që i hëngri gjitha patatinat dhe s'po na la asnjë patatinë. Do t'i marrëm këto patatinat. Apo jo? Si ke emrin ti? Steven. Janë të mira patatinat? Po. Okej. Këtu keni shkuar te ujë që t'lani ju aty? Je ke shku te ujë aty që t'lash ti, a ka ndonjë peshk aty? Ju keni një aktivitet familjar këtu, apo jo? Po, kemi një tip bujtine që merrna me turista më shumë. Edhe shqiptar, kryesisht, po më shumë me turista. Më shumë janë me turista që ndalen këtu. Sa po intervjusuam edhe familjen që janë gjerman edhe thanë që me Google Maps e kanë gjetur, kanë parë ato zonat sa janë shfaqur aty dhe kanë zgjedhur që të vinë këtu. Që do thotë, vizitorët gjerman janë të parët që vinë apo përgjithsisht të huaj, po të kombësive të ndryshme. Ka të ndryshëm, po kryesisht gjerman, më shumë janë gjerman që vizitojnë. Më shumë pra Po vazhdojnë që vlerësojnë si vend, më shumë gjerman. Edhe çekt, po kryesisht gjerman janë më. Okej. Juve ju jep dorë këtu se keni shpellën e Zhylës, që është aty, po keni edhe lumin. Po. Pra, a i shfrytëzojnë të dyja vizitorët që vinë këtu? Po këtu ka shumë arsye që të vish, është shpellë, domethënë që është gjë veçantë, është edhe lumi që mund shmular gjithë ditën. Ka shumë arsye. Kanë mbetur banorë në Prekal që janë shumë kurioztar, megjithëse tani janë orët e nxehta të ditës, edhe mund të jenë brenda po. Ka banorë në Prekal? Po me krahasu me vendet tjera Begi ka banorë këtu, sa është shumë afër Shkodrës. Po. Ka moshat e vjetra kryesisht. Moshat e reja kanë ikë, por moshat e vjetra janë Begi, punojnë shumë. E kuptoj. Me tokën, me bujqësinë, domethënë, se ne aty marrim edhe perimet, mishin e këto. Pra ju çdo gjë e siguroni sepse ju ofroni dhe drekën për vizitorët që janë këtu. Po, nish ne me gatimet e zonës se kanë edhe këta interesin e vet. Dhe ne domethënë jam më mirë se sa vendet e tjera. Këtu është një aktivitet familjar që ti e ke së bashku me familjen tënde dhe vjen gjatë sezonit veror këtu. Po ne vetëm verës punojmë sepse ka më shumë lëvizje sa dimrit. Dimrit në nër deri në maj diçka janë ashtu mbyllim se nuk ja vlen për sa me familje. Nëse rruga do ishte përfunduar, do të kishte më shumë aktivitet për ju, sepse shohim që rruga mbahet pengi atyre punimeve zvarritura, ndërkohë që nga krahu i Bogës ka avancuar, ndërsa këtu. Po këtu ka shumë njerëz që thonë, për shembull na nis për theth, na penalizon rruga, edhe kthejnë bën rrugën tjetër. Normal që kishte kanë më mirë me kanë rruga, për ne, edhe për vizitorët, edhe për ne.
Por edhe kështu bajegi e pëlqen turistët këtë rrugën. Shumë me motora, për strada, ju duket gjallë më bukur që di. Adrenalin për të provuar pak vështirësinë, aventurat dhe jo atë komoditetin që kanë kudo në Europë, duan pak rrezikun, ndoshta. Këto është ndërsh me luksin, këtu nuk don për të luks njerëz. Këtu don rehati, qetësi, mula me nejt lirë, këtë kërkojnë te. Ushqimet normal zonës. Këtu ka qetësi dhe freski, por kjo nuk ka reklam shumë, sepse nuk ka shumë biznese. Bizneset e bëjnë reklamën. Ne 2-3 lokale që janë prej këtu, prej në mes e deri në theth, 2-3 lokale janë. Ne privilegjin e vetëm e kana për këtë se mund të marrim ushqimet e zonës, se kur ke lokale pak mundesh të marrë ushqimet e zonës, edin kemi bollek si thuj se nuk ka kushtime. Po, nuk e do konsumosh atë që ka. Kjo është privilegji jonë, si thuj. Po për reklamën është pak menduar kështu, domethënë që nëse shkon në vende që s'ka shumë fluks, do hash gjëra bio, sepse e përballon zonën. E përballon, se për shembull këtu janë 5-6 shtëpia që punojnë me perimet e mishnat e këto. Edhe ne kena këtë privilegj se nuk ka shumë që mundën në e kuptoj. Po që fëmijët këtu rinë gjatë gjithë muajve të verës? Kur më të kopshti e shkolla, vim e rinë këtu. Këta knaqen, këta kanë shef më shumë me ne këtu se në Shkodër. Janë bërë eksploratorë, do me thonë, i ke pak problem se mos kalojnë territorin, apo jo, përgjithsisht nuk i thyen kufit? Jo, këta nuk është se janë, në fakt, që ju duhet e kanë. Hija ashtu, uja ashtu, nuk është se kanë në ku më shku. Pra ti lë pa marak, do me thënë natyrën dhe këta janë fëmijë vetëm të shëndetshëm, por edhe mësuar me natyrën, ë? Po, këta janë shumë të mësuar. Jo, ata palladi që janë pak qullaca, jo, këta janë shumë të fortë. I ka kapur dhe dielli mirë dhe gjithë musku i shikoj. Apo jo, Steven? Okej. Mirë, unë të falenderoj, të uroj shumë suksese dhe ftoj të gjithë teleshikuesit që janë duke na ndjekur, provoni të vini në Prekal. Asfalti u sill deri këtu dhe mos muan koni se e di shqiptarët gjithmonë e duan asfaltin. Por gjatë gjithë rrugës do t'ju shoqëroj Lugina e Kirit dhe pastaj kur të vini këtu do të gjeni këtë ambient mrekullueshëm me emri i vendit në cilin ne ndodhemi, si quhet këtu? Prekal është zona, kurse emri i bujtinës është Prekal Park Camping. Okej. Pra do të vini pikërisht në këtë bujtinë dhe ju ofrohet edhe plazh të bëhet te pjesa e ujit. Pra lehtësisht mos mendojmë që ku do rim në Shkëmbinje, mos e të thash, po janë kushtet e krijuara. Ja ku keni dhe shpellën e Zhyllës dhe për gjithë aventurierët e një terreni edhe pak me adrenalin, ju mund të vazhdoni pasi në emisionin Po Shoh Shqiptar që ne i kemi treguar dhe zonat e tjera që shtrihen përgjatë rrugës. Pra mund të jetë alternuar. Fjetjem kanë mundësi këtu tek ju për momentin? Po, për momentin kena, ne punojmë me booking, por nuk është se kena shumë. Do të me rezervim, do më thonë, fjetja. Se restoranti mundesh me ardhë pa rezervim, përveç punjave që mundesh për me pasi shërbim më të mirë, mundesh me rezervu, edhin se punjava është më ngarkume. Dhe se imagjinoni, atje në Shkodër po piqen dhe ne këtu jemi super fresk. Këtu flem në fresk, edhe natën edhe ditën është freski. Mos më thoni, i keni i organët aty në fund të krevatit se ju duhen për ndarë, pra ju që përveloni atje në Shkodër, hajdeni këtu te bujtina Prekal Camping dhe është me të vërtet një mrekulli. Është fresk, ushqimet bio, mikpritja shumë e mirë dhe për më tepër do krijoni dhe shoqëri. Për shembull, ne erdhëm këtu, sa erdhëm, unë njoh me një familje nga Kosova, me banim në Gjermani, po dhe me një familje gjermane, më pëlqeu që kishin ardhur me Sprinter dhe po kënaqen. Faleminderit, ju uroj shumë mbarësi. Faleminderit ju shumë për intervistën. Faleminderit edhe çdo vizitori që vjen këtu. E vlerësojmë shumë se është i thirrur për me ardhur deri tek ne. Edhe jena shumë vlerësues për gjithë që vjen këtu. Edhe faleminderit shumë. Nëse deri dje, kur kemi ardhur deri në Prekal, jemi ndalur ose tek shpella ose në kafe, sepse ishim bërë për një kafe për të ndalur, tashmë në Prekal nuk mjaftojnë vetëm këto të dyja për ta bërë ditën edhe më të bukur edhe pushimin më të këndshëm, mund të vihet afër lumit Kir, pasi kushtet janë krijuar, jo vetëm aty ku ka shkëmbim, po dhe aty ku butësisht mund të hyet edhe bëhet not. Prandaj do t'ju sugjeronim të gjithë teleshikuesve, jo vetëm në Shkodër, por kudo ku po na ndjekin përmes transmetimit të emisionit Po Shoh Shqiptarçe, zgjidhni të pushoni, të paktën një fundjavë në Prekal. Jam shumë e sigurt që nëse do vini dhe do të shikoni se çfarë gjërash mund të gjeni këtu, do ta ripërsërisni udhimin tuaj.
Ne vazhdojmë të qëndrojmë në Prekal, nuk e pritim që do gjenim kaq shumë pushues, ata vazhdojnë dhe vinë në këtë vend. Dhe zotëria emri jot? Pavlin Ilgataj. Nga je? Nga Xhani. Nga Xhani. Po. Ka me pushime. Kam ardhur me pushime, jetoj në Itali. Sa kohë keni në Itali? Ka 20 vite që jetoj në Itali. Bukur, ju keni pasur një festë para pak kohësh në Xhan e humbe atë festë. Po, nuk jam kënë ata. Vjen shumë keq. Edhe mund të vish. Shpresojmë që po. Apo ata do ta lënë ndonjë datë kur vini ju. Shpresojmë se do të vim vitin tjetër që të bëhet festa. Okej. Lidhje me Xhanin i ke akoma? Po. Jeton vllai atje. Jeton në Xhan vllai akoma? Po, jeton vllai atje akoma. Kam dëgjuar që janë rreth 12 shtëpi që vazhdojnë. Po. Del për vera, nuk është se jeton, po për vera del jeton atje në Alt me këtë. Dhe ti i merr fëmijët dhe i çon aty më fal që pyes. Jo. Jo, fëmijët nuk i çon? Jo, hera parë që vi me fjalë këtu me fjalë me familje, hera parë që vi këtu me fjalë. Ja, ka. Pa u bë rruga nuk mund të rrezikoj. Ja, shumë rrugë keqe. Shumë e keqe. Po kur të bëhet ajo, ti me siguri do t'i çosh sepse presojmë që po. Normal se na intereson, por rruga që nuk a shumë e keqe. Emri i këtij djalit të? Si ke emrin ti? Si ke? Aldo. Okej, Aldoja ka lindur aty? Po, ka lindur në Itali. Është pak e vështirë për ju, për fëmijët që lindin atje në dilemën ku do jetë ardhmja? Nuk është vështirë, ma shpresojmë se me fjalë që në bazë të viteve vinë të mësue, tash janë të mësue dhe shqipën me fjalë se nuk e dinë fort mirë. E kuptoj, ngarkesa e madhe në punë, kujdesi, kush ja mëson, ato kurset, ato ambasadat tona për çai kemi atje që s'na hapin ca kurse tua lehtësojnë pak sa punën. Qa kemi me ba, kështu ka emigrimi. Okej, ti ke zgjedhur sot vish këtu. Si të duket tu? Shumë bukur, shumë bukur. Me kënaqësi. Po, me kënaqësi shumë bukur. Ka një hije të papar. Shumë bukur, shumë dhënë bukur. Zgjedh të vish për një kafe do qëndrosh më gjatë? Jo, vetëm për një kafe se un jam për pak ditë pëlqen mate për plazhi, me fjalë Velipoja, Nena. Okej. Në shkoj me familjen. Në tjerë je zhytur këtë verë apo? Jo. Ja, akoma, do në sigurin e ngrohtë, ha? Po. Agi dhe Zari, si sa herë lëvizet, 4. Lëvizet 4. Ta shita e... starti është prej ku? E pas kam prej këtu. Hajde ta provoj një herë. Magji. Vetëm 2. Prej këtu? Po. Këtu? Po. Pastaj? Këtu? Po. Kaq? Po ju do ma kaloni kështu, pa hajde hidhe ti. 1. Mirë, hajde. Ajo 6 mos na i bjerë kujt. 6 e bëre me ile. Se o dhe mirë, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fitojmë, vetëm 6 fitojmë me i herë? Tani fillojmë prap. Kemi të 4 për të futur, nuk kemi vetëm 1. 6. Atje, 1, 2, 3. I përdor dhe këto tjerat? Po. 1, jo prik. 1, 2, 3, 6. Okej, vazhdo. Po, që ka bukur? Po më pëlqej, do ri këtu sot? Okej. 2. Dëshë gjithmonë 6 aty? 6. Ajo 6 ta hidhet me stil. Se dhe ti e hodhet me stil. Më vjen keq, ka hile këtu. Ta shta provoj dhe njëron. Kua 6-ta? Ajo, sele do ta shumë. 2. Ja, mo këta më mundi mu gjithmonë, ja. 1, 2. Hajde, se 2 i futa. Edhe një të fundit? 2. S'pas ke fatë, zoti. Bëjnë qik magji. 6. Ja ke marrë dorën se si i dhe 6-ta, më vjen keq. Okej, 6. Unë e fundit më duket, unë e ditë fundit. Sa kanë betur ata? 5. Hajde. 1, 2, 3, 4, 5. Më pas vazhdojmë drejt urës së shtrejtë, atje ku dekadën e fundit banorët e zonës kanë krijuar kushtet e favorshme për vizitorët, të cilët duan të shijojnë zhytjet në ujërat e Kirit, por jo vetëm.
Para se të zbresim pranë lumit, ndalojmë në një parkim të madh nga ku lugina shfaqet madhështore. Për të gjithë ata që thonë nuk shkojmë në zona malore sepse kanë rrugën shumë të ngushtë, edhe ku do e lë makinën nëse do të shfrytëzojmë ujërat e ftohta. Dhe ne ju sugjerojmë të vini pikërisht këtu, afër urës së Shtrejtë. Është një vend fantastik. Shikoni gjithë parkim të madh? Zë makina sa të duash, ke një punojës perfekt që qëndron këtu dhe kujdeset për ty, lehtësisht e parkon. Dhe pasi e ke parkuar, do ta ndiqni edhe në reportazh vendin që ne do t'ju sugjerojmë, pasi mund të vihet bën banjo dielli, edhe shijon edhe një drekë shumë të mirë. Të mendosh që je vetëm 20 minuta larg qytetit të Shkodrës, ja vlen për të ardhur këtu. Ama për makinën e hoqë merakun. Ja ku është vendi këtu dhe për më tepër, se do thoni të gjithë, po sa do të jetë çmimi? Po 200 lek, dhe jo si në vendet e tjera që kush e di se sa paguan, jo do ta mbash kaq orë, do ta mbash aq orë. Me 200 lek e ke mundjen e fjetur, lë makinën këtu, bën banjo dielli poshtë. Na ndiqni këtë reportazh. Poshtë nesh ndodhet një nga subjektet turistike më të frekuentuar të zonës. Poshues nga Shqipëria, Kosova dhe vendet të tjera zgjedhin këtë vend për freskinë e lumit dhe ushqimin tradicional të përgatitur me produkte bio të fermës. Por çfarë do të ishte vera pa pak argëtim? Organizojmë një konkurs mes fëmijëve për zhytjen më të bukur në ujërat e Kirit. Të qeshurat, brohoritjet dhe emocionet e tyre i japin jetë kësaj dite vere. Për të gjithë teleshikuesit e emisionit Pusha Shqiptar, që e mbani mend para 10 viteve bëm një konkurs, pa ata ishin të rritur, ishin shumë të mëdhenj, ishin 2 metra. Tani jam me fëmijët, do të marrin vetëm emrat e tyre dhe do të shikojmë pastaj me një juri shumë simpatike, janë 2 zonja dhe një zotëri që janë juria aty. Do zgjedhim se kush ishte kërcimi më i mirë. Nuk kemi ndonjë shpërblim, por vetëm do të themi ura, do brohorasim të gjithë për vendin e parë që u zu këtu për zhytje më të mirë. Vetëm emrat e tyre. Emri jot? Gan. Nga vjen ti? Shkodra. Shkodra. Herget. Nga vjen? Nga Shkodra. Nga Shkodrani e gjithë ju? Po. Hana. Hana? Po. Ua, sa bukur emri, Hana më pëlqen shumë. Xaj. Xaj, nga vjen ti? Milano. Në Milano, por që gjyshin e ka këte, ky vendi ku jemi ne këtu. Dhe prindi dhe sjellin për pushime. Vajza? Mia. Mia, dhe ti nga Italia me këto emra kështu, a? Jo, jam nga Shkodra. Shkodra. Gjyshin këtu dhe kjo. Buna. Buna? Ua, lumi Buna, ja ku vendosim emrat këtu, sa bukur në Shqipërinë vendoset dhe emrat të tillë. Emri jot? Rubin. Rubin, dhe ti nga Shkodra, a? Jo, në Milan. A ti banon atje, po ke lindur atje, po gjyshin dhe gjyshen? Po. Të pëlqen kur vjen në Shqipëri? Po shumë. Bukur, kush mendoni se do të jetë fituesi para se të hidheni? Kush është më i miri këto? Kush është më i miri? Djali. Djali, mirë, do të kemi një çmim special për djalin, po pastaj do të kemi një çmim tjetër për ju, se tani ky është pak i madh për të konkuruar. Mirë? Juria, ju kam gati. Pa hile ju lutem, se janë fëmijë dhe duan drejtësi. Atëherë gati për të filluar, komandën do t'ja japun. Atëherë filloni pari. Ja dhe zhytja e parë. Oh, se kemi dhe andej që hynë në paradh. Gati. 1, 2, 3. Duar trokitje. Bravo. Tani jemi te i dyti. 1, 2, 3. Super. Super. Dhe fillojnë vajzat e vogla, shisatrime që janë. Bravo! Bravo! Kemi vajzën tjetër? Afro pak më afër? Ashtu de? Gati? 1, 2, 3. Super! Fëmijët më trima që kam parë ndonjëherë. Fëmijët më trima. 1, 2, 3. Sa bukur, se këtu kemi dhe stile. Dhe janë një bukuroqe. Bravo! Dhe ku kemi dhe djalin e fundi, publiku andej me duar tokitje. Bravo! Ta janë fëmijë të servitur shumë mirë, që janë shumë trima dhe nuk e kanë problem terrenin. Patëm ndonjë preferencë?
Ja, tanë të mirë. Tanë të mirë, po ja lëm në dorë Juris. Tani se si do t'i intervistojmë Jurin, unë nuk e di. Në fund ata. Në fund fare t'ja lëm Juris, apo ata të fundit ishin më mirë? Më të mirë ishin ata të fundit. Se i kishe gushurin ti? Apo jo? Pak i kishe gushurin. Juria! Si u dha marrë vlerësimin tuaj? A kryetari i Juris është zotëria? Do vish tu të na ndash çmimin këtu? Bukur, atëherë, hajdeni këtu grumbullojmë se do na jap Juria çmimin. Hajde shpejt. Afrohemi këtu. Hajdeni këtu që t'ju shikojnë të gjithë. Bukur. Atëherë tham që djali ka çmim special, është pa diskutueshëm. A merresh me notin ti apo jo? Jo. Po sa herë ke ardhur, kështu që ke mësuar gjithë atë stil bukur ti, sa herë ke ardhur? Hera parë. Po ku zhitesh ti kaq mirë, ku shkon ti? Në çfarë vende se dije që kur shkon në det, ecim 1 kilometër dhe uji mbetet deri këtu. Ku mëson ti për të zhitur? Në Velipoj. Juria. Kanë kërcy shumë mirë, çmimin mendojnë ta ndajmë midis dy çunave që janë me pantallona blue. Po si më i duar troketë ti e vajz. Hajde një herë çuna, ku i kemi çunat? Shute. Pra ne kemi 2 fitues thoni jo. Që mirë duar lartë, ja ku kemi kampionët tu, çmimin ndaj për 2 persona, po për vajzat çfarë do themi, duhet i inkurajojmë, po dhe vajzat ishin shumë të mira. Se ato vajzat në qytet janë habitur tani dhe ju i keni frymzuar që dhe ato të vinë të hidhen këtu. Bravo dhe për vajzat! 2 fituesi do të bëjnë një hedhje. 1, 2, 3. Atëherë, kemi dhe konkurenti tjetër fitues të këtij konkursi spontan që u bë këtu te Ura Shtrenjtë. 1, 2, 3. Super, e meritonin. Okej, ta tokim dorën këtu. Bravo dhe gocat, se unë jam për gocat pagisht. Malësia madhe. Ky është një vend ideal për të gjithë ata që dëshirojnë të bëjnë banjo dielli, të shijojnë një gatim fantastik edhe të shijojnë natyrën e bukur malore që të ofron zona pranurës së Shtrenjtë. Jem në njësinë administrative Posrip. Kjo urë në cilën unë ndodhem është e lëvizshme gjatë sezonit veror, të zotët e bujtinës që ndodhet këtu pranë e vendosin për lehtësi kalimi nga pjesa këtej e rrugës në pjesën ku ndodhet dhe bujtina. Është një panoramë fantastike, uji vazhdon të jetë i bollshëm edhe pse lumi Kir ka pothuajse shtërruar totalisht afër urës së mesit, këtu është i mjaftueshëm, i bollshëm edhe në këtë stim, pavarësisht se shira nuk po kemi, por thellësia është e mjaftueshme për të bërë zhytje fantastike. Merrni në konsiderat, mos e lini jo javën tjetër. Menjëherë pas transmetimit të këtij emisioni, frymëzoni dhe hajdeni këtu. Pak më vonë gjitemi në Kodër me Fatmirin, pronarin e bujtinës. Ai na tregon kopshtet, pemishtet dhe prodhimet që çdo ditë përfundojnë në tavolinën e mysafirëve. Kemi kopa unë gjitur në Malore dhe ne që vim nga qyteti kemi probleme frymarrje. Do thonë disa më kozet ke shkuar në përmale. U bë sa kohë. Okej. Atje, këtu është bujtina. Po shijonin ushqimet ata. Prodhimet i ke këtu. I bën vetë të gjitha. Unë nuk e prita që gjeja këtë sipërfaqe toke në këtë relief malor. Kam përshtypjen që e ke krijuar vetë, ë? Po, vetë kam punuar me nusën. Aha, dhe e ke sheshuar. Kam mjellë sa të gjitha. Çfarë ka këtu? Këtu ka speca? Kjo speci djeks. Djeks? Ajo domate si është. Po sa shumë speca djeksi han, ë? Përdoj për tregjen, përdoj një Po gjithsesi djeksin e kanë ato. Atë kemi domate? Kemi domate, kalojmë këtu përpara. Po, ja dil përpara Ismet. Ja ku jemi të domate po sa të shëndetshme, kanë kimikate këtu apo? Asnjë, vetëm me ple organik. Me ple organike dhe sa të shëndetshme. Me vodë, i vadisim ple organik, asnjë gjë tjetër mos ka. Pra ata aty në pjatë kanë domate shtëpie me ple organik dhe as pa kimikate. Asnjë. Por pas kësaj panorame të mrekullueshme fshihen edhe probleme serioze. Shohim to ka buj kështu. Çka ka ndodhur? Shive kjalia ta, thashë? Kjalia ka boskopje vetëm për arsye se ka ardhur 252 volt kurrenti. Një fazë 252 volt. Këto janë 3 fazë. Edhe ka shkuar te boskopje, ta bëjë në manel. Shive tash lija tjetër që ka mirë për tokë, jam provizore, shive. Kja kurrenti tjetër, tash kurrenti tjetër janë 3 fazë tunde.
Edhe punoj. Kur është vendosur kjo? Shoh që është vendosur tani së fundmi. Edhe punoj. Tash si kam pas një defekt atje te transformatori. Ti djeg, si tash si punojmë na. Biznesi. Si punojmë biznesi për tokë linja. Hajde shohim edhe këtë më sipër, prat. Të gjithë kabujt për tokë. Për tokë, sistemi elektrik për tokë. Për tokë, sepse një tren 3 fazë, një to. 3 fazë. 800 volt, për herë, si vit 800 volt. Rrjeti i ri elektrik i vendosur së fundmi po furnizon zonën me tension her pas here me voltazh të lartë, duke dëmtuar pajisje elektrike në banesa dhe biznese. Pa kohë, si keni qenë? Si ka funksionu? Shumë mirë, shive, ka qenë kështu. Pra ju keni qenë më mirë më përpara. Kur ndodhi ky ndryshim? Ky ndryshim ka ndodhur kjo punë para një jave. Para një jave. Pra kanë ardhur, kanë vendosur këto kabujt e tjerë. Kanë vendosur provizor. Me qëllimin çfarë? Po kam bler këtë kabëll, nuk e ka bler shteti. A kabulli jam ky. Ky është jodi. Ky ishte më përpara. Ky ishte përpara. Ai ishte më përpara. Ndërsa jodi pse është për tokë? Jemi për tokë se s'kan ardhur me vu. S'kan ardhur me vu. S'kan ardhur me vu. Jo sot janë, jo sot janë. Po ata çfarë kanë vendosur? Asi gjë, me kanë bërë lidhjen atje dhe këtu te kabina, pjesë me te kabina. Që do thotë, jo, duhet ta di teknikisht. Domethënë ty sa volt kishe më përpara dhe çfarë ndryshimi është ka ndodhur? Më përpara kisha normal. Normal. 220 volt, po nuk është gjithçka në rregull. Po, me lidhjen që kanë bërë ata? Me lidhjen që kanë bërë ata, me 20 mijë që kanë futur ata për pjesë, çka kanë bërë ata di zot, ja kupton? Nuk e dim se s'marrim, nuk kena tasaj fusha, kupton? Edhe kanë pruj 252 volt një fazë to. 250 tjetra, 251 tjetra, edhe këto në një kabull, 3 fazësh. Dhe krijohet voltazh shumë i madh i energjisë elektrike. Ka krijohet gjithçka, atje zoti diçka kanë olla që te kabina. Dhe gjitha shkon tek shtëpia jote, shtëpia e të tjerëve që janë këtu rreth rrotull dhe të gjitha pajisjet me siguri do kesh pasur probleme. Kam pas probleme, kam bler lavatriçën ndje, frigorifera, më kanë dhënë këto ndër frigorifera. Automata, karikusa për zot, ta bësh te lokali. Dakor, shkojmë shikojmë dhe nga afër. Po, kjo këtu është. Ja ka qenë linja parë. Ka qenë linja parë kjo. Kjo ka qenë linja parë. Shitja po. Me cilën ju ishit mirë deri diku. Ishna mirë deri diku. Po, tani që vun këtë voltazhin. Po, nga kurrenti i madh, si ka ardhur. Po. Nga kesa që ka shumë e madhe kanë plas të gjitha fishat. Tepër rregullore si ka kjo, këtë 220, një 250. Këtë diku do të plotësin më nej. Shitja po atje. Qartë. Shitja djeg shtylla. Kam me tonë për në 4 mjesit. 4 mjesit. Në 4 të mëngjesit ka ndodhur kjo? 4 mjesit ka ndodhur. Ndërprerjet e shpeshta të energjisë u shkaktojnë humbje, sidomos në frigorifer dhe pajisje të kuzhinës. Ashtu shkakutja ti që në të shkakuta sipër, ai i mjedisit. Po. Ai ka shkaku me tokën. Edhe ka dhënë goditit ton. Sistemi elektrik të shtëpisë? Shtëpisë këtu, shtëpisë vjetër këtu. Rrjetit këtu komplet. Dhe çfarë dëmit ka bë? Shumë. Ja do të shikojmë edhe nga afër. Lavatriçe, frigorifera më ka djeg, automatat më ka djeg aty te shtëpia. Këtu te shtëpia re kam riparuar vjetra, kam riparuar aty në djeg shumë. Një tjetër pengesë është mungesa e dokumentacionit të pronësisë. Pa certifikatën e tokës dhe të banesës, Fatmiri nuk mund të përfitojë investime dhe pse ka aplikuar në paketën e maleve. Unë e kujtoj që nga fillimet e para që keni nisur, nëse ka njerëz që kanë bërë diçka me sakrificë në këtë zonë, jeni ju ata. Na, më të parë, na. E keni filluar nga pak? Nga pak, po ne ka hajt kajfie, ne kanë ardhur ashtu edhe puna. Po. Lodhje pa fund, keni hap parkimin atje, lodhje dhe sikur mos mjaftonte ajo që përballoni vet, keni kokçarje me dritat. Na vin të rreziqe të tjera tashni. Rreziqe të tjera. Prej shtetit. Që nuk pra nuk është ajo. Na vin prej shtetit. Pra problemet me energjinë elektrike, po me ujë si jeni? Na s'kana ujë hiç me shtetin.
Ju furnizoni deri nga lumi keni. Ja, unë furnizojmë nga burimi, po kam marrë 3 kilometra nga burimi, kam marrë me forcat mia, shteti nuk Pra atje ke investuar disa nuk jam. Kam bërë kërkesën te administratori ka çuar te bashkia, nuk e ka provu kush. Kështu si janë pa ujë, kupton? Po, me këto drita, me këtë ujë edhe kështu. Sa familje jeni këtu? Sepse shteti thotë nuk shkoj për një familje. Këtu është lagja, komplet lagja si vjen, janë 30 shtëpi këto si vijnë. 30 shtëpi. Jetojnë, si e kanë zgjidhur atë problemin? Ata jetojnë në fakt jetojnë edhe poshtë. Po vinë punojnë këto tokat pranë verës, se verës deri në vjesht. Me çfarë vaditin? Ja, kana vadën, a kupton? Kana kanalin. Po për ujë të pishëm nuk e keni. Edhe vadën nuk na ka vu kur dorën hiç. Pra gjithë e bëni ju vetë. Gjithë vetë, kana mirë majt vetë vadën, e kana shtuar çiment, e kana pastruar, rregulluar tana, shteti ka 35 vjet as dhe me di gjën se ku janë, a kupton? Ju sigurisht jeni shtet as Shqipërisë. Ja, ne jetojmë në Siberi. Po, fare. Ja, vjen kryetari i bashkisë i herën vjet, i herën 5 vjet si vjen këtu. Lypja ta voda se shëma me se, vjen deputeti, vjen i herë se shëma me se, asate. Janë avo. Shoh që ke krijuar me mundin tënd, ju ka dhënë nami, juve që jeni nga Gezon këtu, më punëtor. Malit ja keni marrë tokën. Me mund e me djesht. Sa bukur e ke bërë këtu, unë se prita, se kur e shikon andej, shikon një relief malor edhe shkëmbor. Do mate gjitha këto gjëra këtu, bravo. Që tash këto ka të emja, unë kam pas qef me nërtune i bujdina, me bone i gjan këtu. Po kush t'jep shteti letrat, dëm baba dëm këtu, Pra je pa dokumenta. Ka jetu gjysh jem me baba e unë e tonë, që toka hëtë nuk ka letra hëtë. Po me këtë paketën e maleve si me ndonë ti? Ti ke Jam tokën, nuk investon dot. Jam fut paketën e maleve, nuk dënë me ditë kur janë botë. Po futej në paketën e maleve për tokën tënde? Po, për tokën teme. Që e ke tënde, po futesh me e bledhe herë tokën tënde? 3 herë si bledi ka tokë. Ja kam ble vlajt. Ble vetë si kam ble toka në i prep, 3 herë në qytë 96 si ble tokë. Edhe pse është toka jote ti vazhdo dhe blen tokën tënde? Prep ble tokën teme. Edhe herë ashtu ta ble tokën teme. Po, te paketë e maleve që as aty se kthejnë përgjigje dhe pastaj se u t'ja bëjnë. Të ble toka eme. Se nuk lën me ndërtu as i sen bot, me vuj bujtina si sen bot lën me punu. E kuptoj. Se thot ja. Të mërzitesh ndonjëherë dhe thua zdume dhe iku këtu. Unë pse s'jam mërzit nade iku. Nesër nade për kryet fëmijë e marrë se fëmini kam jashtetit iku prej këtu. Se nuk ja vlen këtu. Nuk ja vlen se nuk ke kur shomësiet. Po mendime keti kur dëgjon kryeministin që thotë ne kështu do bëjmë ashtu do bëjmë. Po, ai kryeministri rran sa e vlet. Ashtu Ai është mashtrus. Ai rran sa e vlet. Me kanë ashtu kryeministri me bakani që i dhon ton popullit marr letrat. A fut në zonën e Pasrips, kryej për zonën e Pasrips, shkot e zona tjetër në Potapijat, ku ti në shtapin ka kryej puna. Atë bën sa ke mos në privat. Edhe transporti furnizimeve mbetet sfidë. Shumë raste ushqimet dhe materialet transportohen me mjete të vogla për shkak të terrenit. Tani janë fikur drita, pra shufi, vin fiken. Çfarë intervali do kjo? Qire gjithmonë 90-80%. Këtu ke një teleferik që ke vendosur për lehtësi për të sjellë ushqimet nga rruga, për transport. A ka ndodhur ndonjëherë që teleferiku ka qenë mes linjës? Mes gjatësisë teleferikut? Me qina herë. Ka qëllu që ka qenë mish aty ndonjëherë? Mish ka qenë, ka stëpje do tek, ka desh me prit direkt që kanë ardhur dritat. Dhe kjo ndodh gjithmonë. Gjithë verën, që kur ka filluar ky sezon apo sa kohë ka? Ton vitin po s'ka. Tan vitin ndodh problem. Ti nuk sjell dot andej sepse problemet me energjinë. Nuk kam besim me hyj vetë tash me i kaluan ena, s'kam besim se i rrihet janë mes. Je për arsye të teleferikut, për arsye të korrentit. Po të arsye të korrentit. Korrentit, se kjo është i sigurt, kjo s'ka problem. E kam qartë. Ja tash ju fikën edhe çfarë. Hajde po në ndërgjë. Kush? Dispečeria Shkodë elektrike. Po. Si i bie tash janë, si vendi janë. Si të përgjigje. Përgjigjet njëri apo përgjigjet po përgjigjet pra shive na. Përgjigjet. Është i zënë në një telefonat tjetër. Ju lutemi, prisni ose prodhoni përsëri më vonë. Kontaktoni gjithmonë vonë. Kjo është në gjendje urgjencë Shkodës së spitalit. Kjo ka drejt dhe hapësh 10 sekondë. Ti nuk e komunikuar asnjëherë me të. Jo, shive, unë kam komunikuar, po tash ti s'komunikon me të. Nuk kam komunikuar. Më shumë është linja e mbyllur se sa hap. Ja, sta hap, shi. Ja, si me i rajqenit dhe nënë, se urgjencë Shkodës. Me pas problemu, ka të ligëm tash kështë hap.
Pra ti të bëhesh zharë tani këtu. Unë bëhem zharë i krejt. Urojmë që kur mos ndodh kjo gjë. Ky nuk ka hapi të shive na. Asgjë. Asgjë. S'man përgjithësi fare. Ja, shive. Ndërkohë bizneset përballen edhe me mungesën e shërbimit të pastrimit. Nuk ka kosha për mbetje dhe ndonse paguajnë taksën për kace, detyrohen të i transportojnë vetë mbeturinat. Problemi është se pritë rruga e domni, që është e ura telit në drisht, edhe deri në tet ne nuk kena asnjë kosh meturinash. Atë është ne si banor edhe si biznes detyrona mi marr tana meturinat. Nuk ka asnjë kosht të vendosur nga bashkia. Kosh nga bashkia. I fundit Po domen në shumë larg deri këtu duhet kishte disa, sepse janë disa pika këtu afër që zhvillen aktivitetin e tyre. Janë 100 familje deri në tet. Ku të kanë mi shumë meturinat. Unë duhet mi marr personalisht mi fut tana në makinë time, se unë mi hell mbërkirit. Vjen zotnia, vjen xhobën. Ba me shku mi halë në koshi nuk është, duhet mi marrë personalisht makinë dhe mi i trejtë. Por jam shumë kërështarë, taks pastrimi paguani? Sot dush, të në taksat. Pra ti i paguan të gjitha taksat, edhe të pastrimi, po pastrimin e bën vetë? Po, normal. A janë ku në një për këtë dhe ku? Jena në ku, në bashki, o në kanë thonë që të po marrim parasysh edhe... Po, absolutisht. Deri sa kena ardhe janë ku në televizion që artë ju se bashkia në ka njëru komplet, do më thanë. Do më thënë, të gjitha këto mbeturina, se këtu ka fluks shumë të madh. Do më thënë, shoh njerëzit dhe se cili për i tyre ka mbeturina, plus edhe dreka që zhvillohet. Koshin atje kena vune. Pra, koshin që vendoset atje. Edhe plot që marrim e tresim do të merron deri në Shkodër sa ndomen, nuk mund të hajë sepse vini një herë në 5 ditë, edhe mushet koshi për i ditë. Jo, këtu ke nevojë që ti të derdhësh mbeturinat jo një herë, po 2 herë në ditë me këtë fluks që është. Bahen 10 fas meturina, ku më quhen? Makina personale. E kjo është shtesë në kostot të biznesit të zonës? Ja, është komplet në kostot tonë personale. Ne nuk paguhna. Të ndryqimi që si ja bëjmë, jo përpiqemi të ndosim një kabull? Unë i tesh kam lokalin plot, sa mu mi fikën dritat, pa arsye. As nuk kam frigoriferat nezën, as internet, as nuk mundu me punu. Po si ja bën me generatorë mbani? Generatori sa kapacitet ka me majt, ka majt 2 frigoriferat, unë kam 8 frigoriferat, ku mi nezë. Ashtë pa mujtë me majtë me generator. A pse do të mi majtë me generator, unë me hargju kostot e me, kur unë paguj të në faturat e dritave gjithmonë. Megjithatë, asnjë prej këtyre problemeve nuk ja zbej bukurinë kësaj lugine. Tregojmë pak edhe anën pozitive të vendit, se kemi të nevojshme. Ky është një vend i mrekullueshëm që ka kriju Zoti, që këtu nuk ka prek dorë njeriu, këtu ka kenë mal që ne kena ndërtu. Edhe jam mrekulli. Që familjarët që vinë, edhe dikur vinin moshat e mëdha, tani shoh fëmijët, ja shikoj aty me komardare, sa lezet. Me fëmijë e me të rritun e me pleq vinë tonë, është një vend familjar, me sugjeroj tonë dhe marrë me po, edhe janë mikë pritur, nuk është të thonë marrë se zbanë lokal. Është fantastik, ju keni vendosur dhe rërën, ka lehtësi për të ardhur deri këtu, është ura që ka vite do të që Dhe gjë me sakrifisat e banorëve që janë këtu. Atje kishte shtërru lumi edhe thonë gjithja pas ka ujë këte nga zona e urës 3. Këtu ka ujë sa të duash. Thellësia është e pranueshme dhe që bëjnë banjo fantastike këto. Kryesisht nga ata që vinë? Shumë vinë zonës. Po tesh është për hap edhe në turizëm, se kanë filluar njerëz edhe me postu në rrjetet sociale, edhe ka marrë një emër shumë mirë, edhe shohin foto që vendi shumë i bukur. Por në përgjithësi vinë këto njerëz që e dinë vend që janë rritur, ato që kanë emigruar gjithmonë kur kthehen vinë direkt në vendindja. Normal. Edhe ushqimet tu, po pam atje më ja ku i merrni këtu. Kilometrazhi zero. Ja ku stoka atje. Ka industri, nuk ka makinë. Speca, domate, mishi, çdo gjë është këtu. Tana. Ja vlen. Normal. Për të fjetur ka këtu apo akoma s'është? Akoma ja. Akoma, sepse duhem zgjidhur probleme një shteti një të bëjt vetën, se edhe ne e bëjmë disi. Si me nërtu unë kur shtetis. Po, është vërtet. Asnjë lloj, mos po thon vllon lek, po këtë drita. Më jep lejen. Po këtë ju më lën dritat. Drita po dhe leje për të ndërtuar, sepse është edhe kjo çështje. Absolutisht. Unë nuk mundem pa leje, ku më. Deri kur zgjat sezoni këtu, që ja vlen. Nga gjysa e shtatorit atje fillon një fije. Freskohet edhe njerëz largohen. Janë të fortë ku shpyet për ujin e ftohtë. Ne. Okej, ne do qëndrojmë të marrim dhe opinionet e tjerë. Faleminderit, shumë faleminderit. Vizitorët flasin me admirim për ushqimin bio, ujin e pastër, mikpritjen dhe qetësinë që ofron kjo zonë. Shumë prej tyre premtojnë se do të rikthehen sërish. Unë kam marrë një tavolinë shumë simpatike, që kaq shumë i ka pëlqyer ushqimi se e kanë bërë të gjitha rrafsh.
Që do thotë gatuaj mirë, ndjeni mirë, klima është e mirë. Nga ta nisim këtu, të respektojmë zonjën një herë apo jo? Atëherë të përshëndesim. Gjithashtu edhe unë, faleminderit për intervistën. Faleminderit. Kena ardhur edhe herë tjera këtu, na ka pëlqyer shumë. Gjithashtu me dy vallëzat me fëmijën edhe nuk kena ardhur të takojmë. Pra keni ardhur edhe herë të tjera. Kena ardhur herë tjera. Familjarisht, po sa familje madhe jeni? A ka të tjerë më apo ka qeni? Ja, këta dy vallëzat me fëmijën edhe me kena ardhur. Këtu kemi të bëjmë me Shkodër gjithë? Shkodran? Shkodran janë, po jetojnë në Itali. Jetojnë në Itali, pjesë. Po, ti ishe konkurrent atje, u odhe shumë mirë. Okej. Jetojnë në Itali për i sa vitesh? Ka 30 e sa vite, shumë, po. Kur e thoni kështu, ju shoh që jeni të rinj, them vetëm kur pas keni ikur ju fëmijë fare pas keni ikur. Jeta atje e mirë? Mirë. Ja vlen kur vjen në Shqipëri që jo 1-2 velipoj. A ja vlen pak edhe turizmi malor? Po, ja vlen. Ne mundohemi me vizitu edhe vende tjera përveç Velipojës, domethënë. Po pëlqen çfarë të tërheq më shumë? Po, më pëlqen sepse lumi, freskët, plus fëmijët hedhin nga shkamete, i pëlqen mu hall. Pra, dhe ju nuk bëhesh fare merak. Unë e pash unë gocën time, po, do bërtisja. Po jeni mësuar me natyrën që të vegjël edhe janë trima. Po, janë mësu. Ty herë pas kanë vendosur në qendër, të respektokan, a? Si kryetari parlamentit. Ashtu, bravo. Ja ku kemi dhe zotërin Andej. Jo, në të dera, më përlan të dera. Po pse të dera? Në të imi fundit jam, kur të rritem ka me donë qoshe. Ashtu, Okej. Je ai që ke batutën këtu dhe që krijon humorin tavolinë dhe vera, tavolinat në verë duan humorin. Që me dhënë humor, pas paguin gjë për humorit ta. Që me dhënë humor. Ashtu, Ja, më çfarë. Të kanë rrethuar mbesat nipi. Si ke raportet? Mesa. Ta që vin nga jashtë komunikon? Apo ke mësuar ti italisht? Ato a kanë harru Shqipërin, që ndërë më folun italisht? Po do ta mësoj. Pa dhënë kur të rritem ka mësu italisht më mirë. Të rrit, të mësu, të rrit. Do shtë të bësh më shpesh rrugën për një Itali dhe t'ju mësosh atje? Ja, nuk e bëj rrugën shpesh në Itali. Atë pëse nuk e bëj. Se shumë rrugën Itali kanë vendin tënë. Shumë rrugën Itali. Si e ke emrin zotri? Unë Sul. Edris Meti. Pra rruga Sul? Po, ashtë mush me lënë e me Sul, ashtë mush. Sa një të rojnë, o për problem pashia. Sule 1, Sule 2, Sule 3. Ja dhe ushimi këtu është mishi. Mishi e ke këtu të zonës, ë? Po, të zonës. Përgjithsisht e duan kështu zgarët, ë? Edhe një birë të ftoftë aty, edhe knaqes, zhytesh pastaj, kur pi dhe pak alkohol, zhytesh me i herë aty në ujëra freskohesh, po çfarë do më shumë nga jeta? Klima për zotë është e mirë, uji i mirë, gjitha të mirë atje. Po, është vërtet. Lushin duhet. Vetëm shtet nuk kanë. Ja shpresojmë të bëjmë diçka me këtë emisionin ton, sensibilizojmë sa do pak të rinj që vëmendjen kanë nevojë për zgjidhje. Energjia elektrike, ujë i pishëm, po dhe ato letra, malinjat, paketën e maleve, po jepni letrat banorëve që të vazhdojnë aktivitetet e tyre. Nuk i bëjnë me qëllim këta më nuk i bëjnë me qëllim. Jo, i bëjnë nga qefi, po me Ja, i bëjnë me qëllim për mos me të dhënë letrat. Nuk i bëjnë letrat me qëllim për mos i dhënë. Të shohin larg, a kupton, nuk shohin afër. Po. I përfiton ndonjë oligark i madh. Shohin se trabon sot të jetë. Po. Mendojnë për sënipat e tyre. Po nuk mendojnë për ne ata, kupton. Nuk mendojnë, vinë donë me qitë jashtë, me i lagu për i këtë drejtë. Vjen rregullisht tu? Po, vinë, kur kena... Kur ke kohë pushim? Me banim ku je? Gucinit. Ri në Guci, ama vjen, sidomos në këtë orarin e drekës, që bëhet temperatura e ujit edhe më e mirë. Po, jezu. Me kë ke ardhur sot? Me djalin. E kam djalin aty në. Ti zhytesh si këta moshat e reja apo jo madhesh një herë, çik me kujdes. Me tona, ishte. Kërcem prej këtu. Nuk e ke problem. Po, pa, sa problemi. Pëlqen. Si zonë se kam ditit. Se ke ditë hiç? Ja që zbulove. Çudi dhe vëllain e pas ke gazetar. Mirë, këto gocat e vogla këtu, çat vogla këto janë të mëdha goxha. O goca si ju duk uji? Ishte i mirë? No, habla francés. Francés, ok. Comme ça va? Ja. Shumë mirë, unë vijë çdo javë në fakt. A vjen çdo javë këtu? Sa mirë? Duket këtu një herë. Shumë bukur.
Ti banon në Shkodër, të kanë sjellë prindit tuaj hera para apo ke ardhur edhe herë tjetër? Jo, edhe herë tjera. Të pëlqen këtu? Po, shumë bukur. Vjen për çdo vjeti këtu. Ti je nga ata që zhytet dhe ujë? Po. Ne patëm një konkurs shumë më përpara, po sa keq që nuk isha. Mirë, po nuk është i vështirë këtu, nuk është thellë, nuk është frikë? Jo, nuk ka frikë hiç. Jo. Dimë edhe natë edhe sa frikë hiç. Zhytesh mirë? Okej, kush të ka mësuar ti? Unë kam mësuar natën në plazh, po vje zhytem edhe këtu. Tani është më mirë në plazh apo të më mirë të vish këtu? Mu më pëlqen më mirë këtë në Prekal. Në Prekal, po pse? Se di, më pëlqen. Po thosh e vështirë, po gurët, o këmba, o kështu, ndërsa plazhi hyn ngadalë, nuk britesh. Dhe uji më i pastër. Më i pastër se në plazh, a? Po. Dhe vini në këtë orar, në ora 3 është ujë ngrohtë. Po tash vihet mas zhegut. Nga ju kemi? Unë jam nga Prishtina, i lindur në Pej. I lindur në Pej, po. Zotia? Unë jam nga Gjelane, jetoj në Prishtinë dhe Zvicër. Tani jam shumë kurioztare, kjo adresë ju solli këtu duke e zbuluar ku? Jo, nëpërmjet shoqërisë që kemi në Shkodër dhe në Shqipëri, na kanë propozuar si vendin më të pastër, ujë më të pastër dhe natyra e bukur, ujë i pastër edhe njerëz të dashur dhe krejt mira. Shqipëri çfarë i preferoni më shumë kur vjen puna që zgjidhni Shqipërinë për të kaluar ca ditë të bukura, plazhin atë rërën e butë që shkojmë avash deri në thellësi apo këto shkëmbinj që na pret ndonjë e papritur? Po, varet nga stina. Në vapë të madhe preferojmë këtë natyrë të malore, në fillim në qershor ose në shtator tetor, edhe detin, pse jo, bregdetin. E bukur të Shkodrës, Shëngjinit, Velipojës, po si. Unë preferoj malet edhe shkëmbin, kështu për shkak se jam edhe fotografi i botës egër, kështu që pastaj edhe nga përvoja në Zvicër ku kemi male, Alpet, ato unë kam bërë dhe hiking e këto. Kështu që ma shumë pëlqejnë. Si ka mundësi nuk e pam një shqiptar të Kosovës që nuk është mbi peshë, të gjithë elegant. Ju keni kulturën e të ushqyrit apo kulturën e të ecurit? Cila nga të dyja? Ka ata që... Para asnjë të shëndosh more që vjen këthe nga këto anë. Të gjithë jeni fjalë, ke lezet. Ne sa mbaruam drekën këtu te restorani i Zallit, si quhet. Vetëm sallatë? Jo. Zalli. Për ushqimin apo kujdeseni për tecur? Gjenetika me siguri. Gjenetika. Ashtu e kam pas prind ashtu në. Pak edhe bëjmë aktivitet ndoshta. Po ushqoshin martesat me Kosovën duhet thënë. Po si jo, po ato e kena qëllimin. Po mi sejmë racën e këtej. Po jo, ashtu, po qëllimi jonë është bashkimi i edhe kombëtar, po. Mirupafshim. Kalofshi mirë, pushimet mbara. Faleminderit. Faleminderit. Lugina e Kirit është shumë më tepër se një destinacion veror. Është një vend ku natyra të mahnit në çdo kthes, ku njerëzit të presin si në shtëpinë e tyre dhe ku çdo vizitor largohet me dëshirën për t'u rikthyer. Por që kjo perlë të zhvillohet siç e meriton, bukurisë së saj duhet i bashkojnë edhe investimet, infrastruktura dhe mbështetja që kërkojnë banorët e kësaj zone, sepse Lugina e Kirit nuk është thjesht një vend për t'u vizituar. Është një pasuri që duhet ruajtur dhe promovuar. Kjo pra ishte një ditë e bukur e kaluar këndshëm pikërisht pranë Luginës së Kirit, do ta gjeni shumë kollaj duke u thuar në njësinë administrative Posrip dhe duke ardhur te vendi që quhet Urashtrejt. Por ne ju sugjeruam që në fillim të këtij reportazhit që do ishte mirë që përveç se ndalesës që do të bëhet këtu për banjo, për një drek, mund të bluhet mirë ushqimi nëse bëni një udhim edhe deri tek shpedha e Zhylës, ose bëni ashtu siç bëm ne, fillimisht e nisëm atje dhe për të ardhur më pas dhe parë dhe bukuritë e Luginës së Kirit. A janë vetëm këto? Po janë shumë të tjera. Duke llogaritur që grykderdhja e lumit Kir ndodhet në plan, është mirë që për gjatë gjithë gjatësisë së Luginës së Kirit, edhe aty në Kasnes ku ne her pas here kemi transmetuar në emisionet tona, janë disa vaska natyrore të fantastike për të bërë banjo dielli, por deri në plan, atje ku dhe festohet festa e qereshit apo ndodhet edhe bujtina Bletaj, shumë mirë mund të ndërmerrni udhime aventurë nga ato që mbeten në kujtesë gjatë. Mos harroni, ju pret Lugina e Kirit dhe pikërisht vendin në cilin ne jemi dhe që e promovuam sot në emisionin Pusho Shqiptarçe. Mirupafshim në udhimet e tjera.